Faleminderit. Më lejoni që bashkë me konsideratat e mia më të larta t'ju drejtohem nga detyra e kryeministrit të Kosovës në këtë mbledhje komemorative për Dr. Bujar Bukoshin, ish kryeministrin e Kosovës. Sot janë mbushur 26 vite nga çlirimi i Kosovës prej Serbisë si shtet pushtues nga 12 qershori i vitit 1999. Megjithse tashmë ka kaluar një qerek shekulli nga koha e luftës, ende edhe sot, kushdo që mëton ta njoh Kosovën edhe si shtet, edhe si shoqëri, edhe si realitet politik, duhet ta njoh mirë Kosovën e viteve 90. Dhe sa po t'i qasim me historisë e Kosovës së dekadës së viteve 90, një nga emrat kyç të jetës politike që shfaqet është emri i Bujar Bukoshit, i cili para 2 ditësh me 10 qershor 2025 u nda nga kjo jetë në moshën 78 vjeçare. Në kronikat dhe lajmet e përditshme të asaj kohe, emri i Bujar Bukoshit është pothuajse i kudondodhur, që nga viti 1991, Bujar Bukoshi ishte kryeministër i qeverisë në ekzil të Republikës Kosovës. Në një kohë kur Serbia ja kishte suprimuar autonominë Kosovës më 1989 dhe kur kishte instaluar një regjim të egër apartheidi në Kosovë, kur me politikat e saj shtypse Serbia këmbgulte që Kosova ishte vetëm një pjesë e Serbisë dhe asgjë më shumë, qytetarët e besuan fuqishëm Kosovën si shtet më vete, me president Dr. Ibrahim Rugovën dhe kryeministër Dr. Bujar Bukoshi. Ndonse Republika e Kosovës e shpallur me 1990, u njoh vetëm nga Republika e Shqipërisë, ajo prodhoi realitete politike të fuqishme, të painjorueshme dhe të jashtëzakonshme, siç ishte edhe vetë ajo kohë pra e jashtëzakonshme. Republika e Kosovës e deklaruar si e tillë në 1990 si e para Republikë e Kosovës dhe si një republikë për rezistencë, gjatë gjithë ekzistencës së saj deri pas çlirimit e pati për kryeministër Bujar Bukoshi. Në një kohë kur ajo refuzua nga shumë të tjerë, Bujar Bukoshi e mori detyrën e kryeministrit të Kosovës nga presidenti Ibrahim Rugova me 12 tetor 1991. Pra, Bujar Bukoshi ishte kryeministri i parë dhe i fundit i Republikës së parë të Kosovës. Por kush ishte ky njeri? Ky politikan e profesionist si profil publik. Bujar Bukoshi ka lindur me 13 maj të vitit 1947 në Suarek, ku e kreu shkollimin fillor. Pasi e përfundoi gjimnazin në Prizren me 1964, Bukoshi i vijoi studimet për mjeksi në Universitetin e Beogradit, ku diplomoi me 1971. Ai fitoi bursa specializimi profesional në Gjermani në klinikën urologjike të Spitalit Kemperhof në Koblenz, si dhe në klinikën urologjike të Spitalit Steglitz në Berlinin Perëndimor.
Bujar Bukoshi doktoroi në Universitetin e Lirë të Berlinit me 1986, vetëm 3 vite para se të binte muri i Berlinit, kohë kjo e cila Bukoshin e gjeti mes themeluesve të Partisë Lidhja Demokratike e Kosovës. Profesor Bujar Bukoshi ligjeroi në Fakultetin e Mjekësisë Universitetit Prishtinës, kurse në kohë të ndryshme punoi si mjek në Suharek, në Drenaz dhe në Prishtinë, duke bërë emër si kirurg urolog. Pasi u ngarkua me detyrën e kryeministit të Kosovës, Bujar Bukoshi migroi fillimisht në Sloveni, ku qëndroi rreth 6 muaj në Bled para se të zhvendosej në Gjermani. Nga ulmi dhe boni, kryeministri Bujar Bukoshi me bashkëpunëtorët e tij u angazhua maksimalisht për të njohur kancelarit evropiane dhe amerikane me shtypjen politike dhe shkeljet e ashpra të drejtave të njeriut dhe ato kombëtare nga regjimi serb ndaj shqiptarëve në Kosovë. Ai takoi pa numër krerë shtetësh e politikanë rangjesh të ndryshme, si dhe delegacione e komisione politike të gjitha ngjyrave partijake, vetëm për ta shtyrë përpara çështjen e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Komunikimi i tij me diplomatët e mediat dhe veçanërisht me gazetarët gjerman ishte shembull i komunikimit me publikun të një kryeministri në ekzil, vendi të cilit po kalonte në regjim dhune dhe kohë lufte. Në vitet e 90-ta, në balë të rezistencës ndaj Serbisë shoveniste, ishte arsimi shqip. Shkollat dhe universiteti, nxënësit e studentët, arsimtarët e profesorët, familjet pronare të shtëpive shkolla. Qeveria në ekzil, e cila udhëheqej nga doktor Bukoshi, organizonte financimin dhe mbështetjen e domosdoshme për arsimin tonë në okupimin e huaj. Këshillat e financimit ndodheshin e vepronin për ditë në çdo komunë të Kosovës. Doktor Bujar Bukoshi ishte mbështetës i rezistencës paqësore, por me raste edhe kritik i saj, siç ishte edhe mbështetës i kryengritjes armatosur, por nganjëherë gjithashtu edhe kritik i saj. Ai ishte i guximshëm në çdo situatë. Kurajoz në politikë bërje, realist në qëndrime dhe adhurues i veprimeve. Në vjeshtën e vitit 1997, ish kryeministri Bujar Bukoshi ishte përkrahës i protestave studentore të Universitetit Publikës Prishtinës si institucion republike e vatë rezistence e që aso kohë udhëhiqej njëherë nga rektori Ejub Statovci e më pas nga rektori Zenel Kelmendi. Teksa vitet kalojnë, ne fitojmë pozicione pikpamjesh të reja për zhvillimet e mëhershme politike dhe historike edhe të viteve të 90-ta, kur Bukoshi ishte ndër protagonistët kryesor. Ndër rrjedhën e pandërprerë të kohës, historianët do të gjyrmojnë dhe studiojnë angazhimin dhe veprimtarinë e Bujar Bukoshit kur do të shkruajnë historinë moderne politike të Kosovës. E në të emri i tij do të jetë natyrshëm ndër më të përmendurit, më të spikaturit për veprën e tij që duhet vendosur sakt në kontekstin e kohës dhe interpretuar ndër rrethonat e asaj periudhe. Aq më tepër që emri i Bujar Bukoshit është përjetësuar me dorën e tij edhe në dokumentin themeltar të shtetit tonë, në deklaratën e pavarësisë Kosovës të 17 shkurtit 2008, e në këtë pikë uroj që një ditë jo të largët, dikush nga historianët dhe studiuesit të na shërbejë në publik me ndonjë biografi për jetën dhe aktivizmin e doktorit politikan dhe të kirurgut kryeministër Bujar Bukoshit. E nderuar familje Bukoshi, ju lutem që me këtë rast t'i pranoni ngushëllimet e mia më të sinqerta për doktor Bujar Bukoshi. Të nderuar miq dhe bashkëpunëtorë të Bukoshit, ngushëllime për këtë ndarje mes jush. Doktor Bujar Bukoshi u kujtoft ndër breza, ashtu siç do të njihet padyshim në historinë e Kosovës. Ju falenderoj. Një nga shërbimet më të vështira që më është dashur të bëj babit tim është kjo që e bëj tani. Të flas për to në emër të familjes. Një gjë që ai do të ma lehtësonte me siguri me ndonjë shaka.
I nderuar zotëri kryeministër, të nderuara zonja dhe zotëri, miq dhe dashamirës. Në emër të familjes ju falenderojmë përzemërsisht për praninë tuaj dhe për hapësirën për të kujtuar e nderuar babin. Shumë prej jush e njihni atë çfarë babi ka bërë si mjek, si veprimtar politik për lirinë e Kosovës dhe shërbimin e tij si kryeministër i parë i Kosovës. Ne familja e tij natyrisht që e njohim Bujar Bukoshin si person publik, por e njohim edhe atë që shumica nuk e njeh. Bujarin si baba, bashkëshort dhe si gjysh. Aq sa ishte i sakt me skalpelin në sallën e operacionit, aq ishte edhe i drejt për drejt dhe i guximshëm në ndjekjen e vizionit për vendin tonë. Po aq ishte mbështetës, plot dashuri dhe me humor kur ishte të ne në shtëpi. Në vitet e fundit, kur ajo përball me një sëmundje të rëndë, ne njohëm edhe një baba tjetër, luftëtarin që sfidonte sëmundjen me të njëjtën vendosmëri, me të cilën përballonte vështirësitë që i sillte politika. Deri në fund të jetës tij, ai na tregoi se të luftosh për të jetuar, do të thotë të jetosh si njeri i lirë në mendje dhe të mos tërhiqesh përballë asnjë pengese. Faleminderit që po e nderoni babin ton, ju që jeni këtu, dhe dhjetra personalitete gjithandej nga politika, gazetaria, bota akademike. Faleminderit kolegëve dhe miqve dhe të gjithë atyre që na qëndruan pranë në kohë shumë të vështira në çfarëdo mënyre. Në dhimbjen tonë është një ngushëllim i madh të shohim se vepra e tij dhe kontributi i tij po vlerësohen. Ju faleminderit. Me Bujar Bukoshin me lidhe një miqësi e gjatë pa asnjë pretendim, as për të ndryshuar botën, as për të ndryshuar rregullat e jetës. Thjesht u nisëm nga një ideal dhe arritëm aty ku arrin shumica e njerëzve të SRS-on. Më shumë të zhgënjur dhe më pak të lumtur që bëm një rrugë të mundimshme për të përballur së fundi jo me dimenzionin abstrakt të një ideali, por me përmasën reale të një bote e cila pamshirshëm t'i pamundson dhe t'i shpërbën të gjitha ëndrat. Megjithatë, ne e bëm pjesën tonë të historisë. Në bisedat tona të gjata, që nga fillimi dolim që Kosova të ishte ndryshe dhe doli se ne nuk ishim opozit e askujt, thjesht ishim opozit e pamundësive tona, opozit e një realiteti që nuk lëshon vend për idealizëm. Kultivuam mendimin e lirë si observim për Kosovën ndryshe nga rregullat obskurantiste të besimit në një Zot të gjithëpushtetshëm. Nuk e pëlqyem Kosovën mbretëri as principat, nuk u gjepsem nga asnjë ideolatri, por e deshëm Kosovën e idealeve tona të kryehershme, pa ndryshuar asgjë në konfigurimin e projeksioneve tona futuriste. Me Bukoshin u njohëm në themelimin e lidhjes demokratike të Kosovës. Për bindjen time ne përbënim krahun më autentik të këtij organizimi, sepse nuk kishim interesa, kishim vetëm synime. Ky krah autentik nuk kërkoi dhe nuk mori mirënjohje dhe dekorata, asnjëherë asnjë përbej. Deshi vetëm që kjo histori e suksesit të mos ishte vetëm një ëndër e pajetuar. Të nderuar miq, kohët që kërkojnë heronj janë kohë të vështira, janë kohë me shumë kontradikta që mbi të gjitha kërkojnë sakrificë, kuraj, guxim, ndershmëri. Bujar Bukoshi e përballoi këtë kohë të vështirë dhe përkundër ëndrave të këqija që dikush mund të shihte për të. U presh në paqe, mik.